Jemi në një kohë të tillë ku mëshira dhe falja e Zotit të gjithësisë është pa limit. Këto janë ditët dhe netët më të veçanta të jetës tonë, dhe ajo çka na takon neve është që t'i trajtojmë si të tilla, duke u përkushtuar Allahut me tërë fuqinë e shpirtit. Allahu xhaleshanu me mirësinë e tij dhe morësinë e tij ka caktuar që disa net ose disa ditë ose disa muaj për jetës tonë t'i japë një vlerë të veçantë ndryshe nga muajt ose ditët e tjera. Dhe kjo është urtësi dhe mirësia e Allahut xhaleshanu, por njëkohësisht është një mundësi për besimtarët e tij, të cilët i fton me reflektu në këto ditë, në këto muaj të veçantë. Pse? Për shkak se shpërblimi është më i madh. Pra vlerë që ka dhënë Allahu xhaleshanu është shpërblimi që është i madh. Dhe falja dhe mëshira e tij e cila është pa kufi, pa për kë, për atë të cilët i përkushtohen Allahu xhaleshanu. Pra Allahu xhaleshanu i fton në këto ditë dhe në këto net dhe në këto muaj të veçantë besimtarët e tij që më reflektu dhe më kthy nga Allahu xhaleshanu dhe më afro te ai me vepra dhe madhurime. Secili për nesh ka nevojë për mëshirën e Allahut dhe për faljen e Allahut xhaleshanu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në lidhje me këtë thotë në hadithin e tij, me të vërtetë Allahu xhaleshanuhu ka caktuar për jetës tuaj disa ditë në mënyrë që si tip përmarrjet për me përfituar për mëshirën e Allahut. Prandaj dilni përpara tyre. Nxitja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dilni përpara, pra përfitoni prej këtyre netëve, përfitoni prej këtyre ditëve të caktuara që Allahu xhaleshanu e lëshon shpërblimin e tij pa hesab, pa limit, sikurse mëshirën e tij dhe faljen e tij. Në lidhje me përgatitjen për 10 neçën e fundit të Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë shumë këshilla, ku i dërguari i Zotit kur vinte 10 neçë i fundit i Ramazanit, u mbylte në itikaf, pra u mbylte në xhami dhe kalonte, si thënë, këtë periudhë kohore, pra netët e fundit të Ramazanit, duke i bërë ibadet Allahu xhaleshanuhu. Ndër këshillat e pejgamberit alayhis salam që i dërguari i Zotit na ka lënë edhe neve që t'i zbatojmë, janë kërkimi i faljes tek Allahu xhaleshanuhu në këtë net, pra sa më tepër të kërkojmë falje tek Zoti. Allah subhanahu wa ta'ala e ka veçuar muajin e Ramazanit nga muajt e tjerë, duke i dhënë veçori dhe mirësi dhe begati të shumta. Po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala 10 ditëshin dhe 10 netëshin e fundit të Ramazanit e ka veçuar nga pjesa tjetër e Ramazanit, dhe në këtë 10 ditësh dhe në 10 netësh Allah subhanahu wa ta'ala e ka caktuar natën e Kadrit një natë të begatë dhe të madhërishme. Allah subhanahu wa ta'ala na ka njoftuar që kjo natë ka vlerën e 1000 muajve. E në këtë natë Allahu subhanahu wa ta'ala ka caktuar që shpallja hyjnore, Kur'ani famlar të fillojë dhe t'i zbresë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. T'i zbresë Kur'ani i cili është udhërrëfyesi i të devotshmëve, i cili është dalluesi i të vërtetës nga e kota, i cili është udhëzim dhe mirësi për mbar botrat. 3 hadithet pejgamberit alayhis salam që flasin pikërisht për muajin e Ramazanit, për natën e Kadrit, po ashtu edhe për namazin e Teravis. Këto hadithe përfundojnë me të njëjtin qëllim përfundojnë, ku pejgamberi alayhis salam ka thënë ai që agjeron muajin e Ramazanit me shpresë në Allahun dhe me besim, do t'i falen gjunahet. Po ashtu thotë për namazin e Teravis, pra ai që falet në muajin e Ramazanit me besim dhe shpresë do t'i falen gjunahet. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thotë edhe për natën e Kadrit, pra ai që e kalon natën e Kadrit me ibadet dhe me besim dhe me shpresë tek Zoti që do të marrin shpërblimin, do t'i falen gjunahet. Nata e Kadrit vjen në jetën tonë si një mundësi shpëtimi, një mundësi që të roket në derën tonë një herë në vit, por që pesha dhe vlera e secilës vlen sa për 83 vite. Çka kërkohet në këtë natë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka kërkuar dhe na ka nxitë dhe na ka mësuar me thonë: o Zot, pra nëse jam rrim kësaj natë të bekume, o Zoti jon, ti je ai i cili je fals dhe e don faljen, prandaj na falni. Qëllimi i komplet Ramazanit dhe qëllimi i natës Kadrit është që ne të përfitojmë prej faljes të Allahut xhaleshanu. Pra qëllimi kryesor është falja e gjunaheve, si thënë këtë që është këshilla e pejgamberit alayhis salam. Po ashtu leximi i Kuranit, sa më tepër, si thënë këto net, pra gjithë Ramazanin, por sidomos njeriu duhet i përkushtohet më shumë 10 netëve të fundit të Ramazanit, ku Enesi radiallahu an transmeton dhe thotë që pejgamberi alayhis salam thotë ka thënë:
Allah thot i ka disa njerëz të veçantë, dhe kur e kanë pyet pejgamberin alayhis salam se kush janë këto njerëz, pejgamberi alayhis salam është përgjigje, ka thënë këta janë ato të cilët lexojnë Kur'anin, pra ato të cilët i përkushtohen Kur'anit në leximin e tij. Këto janë njerëzit e veçantë tek Allahu xhaleshanuhu dhe sidomos pra në këtë net. Jeta jon sa na ka caktuar Zoti xhaleshanuhu nuk do të dilte që ne me veprat tona, në ato mangësi që kemi në veprat tona, nuk do të dilte që ne të përfitojmë për mëshirën e Allahut. Por Allahu xhaleshanuhu ka veçuar këtë natë për ai i cili den më përkushtu, i cili den me trokit në derën e Zotit, i cili den me dëshmu Allahu xhaleshanuhu që unë jam besimtar i joti. Me anë të përkushtimit të tij. Prandaj të kërkojmë faljen e Allahut në këtë natë të bekuar, të kërkojmë më të mirën për të ardhmen tonë, të lutem Allahu xhaleshanuhu që të na falin kalumin tonë, dhe të lutem Allahu xhaleshanuhu i cili në këtë natë të mandueshme ndan rrezik, na ndajnë neve dhe çdo musliman, çdo besimtar një rrezik sa më të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Një natë e cila ka vlerën e 1.000 muajve. 1.000 muaj të cilët janë të barabartë me më shumë se 83 vite jete. Ai musliman fatlumi i cili angazhohet me adhurim në këtë natë të begatë, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala i konsideron atij si më shumë se 83 vite adhurim, e çfarë vlere të lartë i ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala kësaj nate të begatë. Fakti që Zoti xhaleshanuhu ka veçuar këtë natë është një mundësi për ne shpresojmë te Allahu xhaleshanuhu me faljen e gjunaheve. Dhe këtë natë secili për nesh duhet me përfituar për kësaj, me e kalu në adhurim, me e kalu në përkushtimin e Allahut, me e kalu me lutje, me e kalu me namazin natit, me e kalu me përmendjen edhe madhështimin e Allahut xhaleshanuhu, me e kalu me duke shpreh Zotit falënderimin dhe me njohin për mirësitë që na ka dhënë, dhe mirë gjitha për mirësinë e madhe, e cila është mirësia e besimit. Dhe urtësia e Allahut që e kam shënë në këtë, që mos jetë natë specifikume që ne me adhurojmë Allahun, por komplet Ramazani le të jetë i tillë dhe komplet dhe ditëshi i fundit të jetë i tillë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ditën e fundit është përkushtuar në adhurimin e Allahut më shumë se sa në asnjë ditë tjetër, as më tepër as në ditë tjetër të Ramazanit. Kështu që kjo është përgjegjësia e Allahut që Zoti xhaleshanuhu e ka lënë të fshehtë këtë që ne të shpalosim dhe të dëshmojmë Allahu xhaleshanuhu veprat tona më të mira, që ne me të vërtetë jena besimtarë të tij, që ne me të vërtetë shkojmë me zemër dhe me bindje të plot në mendimin e mirë që kemi për Allahun dhe besojmë në shpërblimin e tij, që Zoti ka më na shpërblyj dhe Zoti ka më na fal në bazë të sakrificës tonë që kena bërë në këtë muaj të mandueshëm. Po ashtu porosia e pejgamberit alayhis salam për ne është edhe që këto ne t'i kalojmë me dua, me lutje të ndryshme, sa më tepër pra të shfrytëzojmë me dua, po ashtu është edhe dhikri. Pra përmendja e Allahu xhaleshanuhu, si thënë në këta ne sa më tepër që të jetë mujtën, pra duke i bërë Zotit dhikr, sidomos njeriu pra në këto ne duhet që ta ketë një program për veten e tij, sidomos për familjen e tij, pra që mos mjaftohemi vetëm me veten, por ta zgjojmë edhe familjen tonë që t'i kalojnë, si thënë këta net, pra me dhikr, me kërkim falje tek Zoti, me dua, me lexim Kuranit sa më tepër. Këto janë ndër ato këshillat kryesore pra që pejgamberi alayhis salam na i ka dhënë dhe i dërguari i Zotit i ka bërë në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Nata e Kadrit ka vlera dhe veçori të shumta, ndërto përmendim në këtë natë numri i melajkeve në tokë rritet shumë nga melajket ëngjëjt e Allahut azza wa jalla zbresin në tokë dhe me ta zbret edhe mëshira dhe bereqeti i Allahut. Dhe në këtë natë vendosen çështjet e vitit deri në natën tjetër të Kadrit. Pra bëhet caktimi vjetor, caktimi fati i të gjitha krijesave deri në natën tjetër të Kadrit, në natën vijuese të Kadrit. Çdo ditë që ne zgjohemi është një shans i ri, e ndërsa mbërritja e kësaj nate është një mundësi për të hapur një derë të re komunikimi me Allahun dhe një kohë për të fshirë të gjitha ato momente të papëlqyeshme nga e kaluara jon, duke hapur kështu një faqe të re në librin ton të jetës. Allahu xhaleshanuhu çdo ditë të jetës tonë që na jep është një mundësi e re për ne. Një mundësi e re në qoftë se ne mi treguar Zotit sa më njohës jena, për mirësinë që na ka dhënë. Në qoftë se ne kërkojmë për Allahut, sikur se kërkojmë ditë tjera ato gjëra që ne kena nevojë, atëherë duhet përkushtimi. Kushti është përkushtimi. Ku ka më mirë se sa më përkushtu në këtë muaj të mandueshëm dhe veçanërisht në natën e Kadrit. Përkushtoju atë që kemi mes tetë mes Allahut xhaleshanuhu, shprehu Zotit. Ato që ke pezull, ato vepra, ato gjëra që ti kanë kalu, nga kalumja jote, mund të më rekuperu në këtë natë. Është një mundësi e mirë me hap një
derë të re në raport me Allahun xhaleshanuhu. Ose është një mundësi e mirë, gjithashtu, me mbyll një të kaluar e cila nuk është e derë për një musliman. Prandaj të rinjve unë i drejtohem që përfitoni për mëshirën e Allahut, lutuni Zotit, tregoni me njohës ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe lutuni Zotit që me ju majtë qëndrueshmërinë në fe. Qëndrueshmërinë në fe. Kjo është një natë, një mundësi e mirë, Allahu xhaleshanuhu na mundsoft me e përjetu, me ambrit soi, me e përjetu dhe inshallah taala Zoti më na shpërbly me më të mirën që ai ka përgatitur për ata të cilët i përkushton atij në këtë natë të bekuar. Nana besimtarve Aisha radiallahu anha ka pyetur pejgamberin alayhis salam, i ka thënë o i dërguari i Zotit, nesoni ka thënë arri muajin e Ramazanit. Si ti lutem Allahut si thënë këtë natë, dhe pejgamberi alayhis salam ja ka mësuar një lutje që është lutje e veçantë dhe specifike si thënë për këtë natë të begat, dhe i ka thënë pejgamberi alayhis salam, pra nëse ti arrin si thënë këtë natë, lutju Allahu xhaleshan si thënë me këtë lutje. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, pra Allah ti e falës e don faljen, më fal mua. Kjo është në ato lutjet më specifike dhe më të veçanta që besimtari mundet që me i kryer në këtë natë të begat, pra në natën e Kadrit. Kjo lutje ka shumë urdhësi, sepse pejgamberi alayhis salam veçanërisht ja ka mësuar pra nëse besimtarëve dhe neve këtë lutje, ku në këtë lutje është edhe emri Allahut El-Afu, që dhe me thanë falsi, ai që i falë gjinahet, ai që i fshin gjinahet dhe gjurmët e gjinaheve. Pra me një fjalë që ai që lutet në këtë natë, me këtë dua, pra me këtë lutje dhe ja arrin si thënë kësaj natë, ati i falen gjinahet, i fshihen gjinahet krejt. Pra me një fjalë që ato gjinahet, ato gabime që ai ka bërë më përpara nuk i ekzistojnë më. Pra me një fjalë njeriu ka mundësinë të hapjes një faqe të re me Allahun xhaleshan, pra i bën zero si thënë ato gabime, ato gjinahe. Jemi përpara një momenti të çmueshëm dhe nuk ka kohë për gjëra të kota. Fatlum janë ata që janë të vëmendshëm në këtë natë. Ajo është paqe deri në agim, sepse secili jep më të mirën e tij në adhurim dhe vepra. Allahu xhaleshanuhu në ajetin e fundit të surës Al-Qadr urdhon dhe thotë Selamun hiya hatta matla'il fajr. E pash është ajo natë, për natën e Kadrit, derisa zbardh agimi. Allahu xhaleshanuhu mundsinë e tij na përcjell një mesazh tepër të rëndësishëm për secilin prej nesh. Kjo natë për çfarë është e poshtë? Kjo natë është e poshtë sepse kërkesa që i bëhet besimtarëve në këtë natë me dhanë më të mirën e tyre në përkushtimin e Allahut. Pra, besimtarët në përgjithësinë tonë botën islame janë të angazhuar me adhurimin e Allahut, me vepra të cilët vepra vullnetare dhe vepra të cilët e kënaqin Zotin. Domethënë nuk ka kohë në këtë natë mandueshme për komplote. Nuk ka kohë për grindje, nuk ka kohë të cilët mund të marrë njeriu me gjëra të cilat janë të kota. Kjo kohë është komplet në adhurimin e Allahut xhaleshanuhu. Prandaj kur thot Zoti është e poshtë kjo natë, është e poshtë sepse secili i përkushtohet Allahut me më të mirën e tij në vepra dhe në adhurim. Prandaj i takon muslimanit që ta shfrytëzojë këtë natë me adhurim kundrejt Allahut subhanahu wa taala në mënyrë që të përfitojë për begatimet e kësaj nate, në mënyrë që të përfitojë për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. E fatlum është ai i cili është i vëmendshëm ndaj mirësive të kësaj natë, ndaj begative të kësaj natë dhe angazhohet në këtë natë me adhurim kundrejt Allahut azza wa jall. Për te agjerimit, atmosfera që i cili vjen Ramazani është një atmosferë e cila jep qetësi shpirtërore dhe psikologjike komplet besimtarëve, sepse njerëzit ndryshojnë sjelljen e tyre në Ramazan. Njerëzit përmohen në Ramazan. Njerëzit i japin më tepër nga më mirë veprat e tyre të mira në këtë muaj të madhëshëm. Dhe kjo sjell një paqe dhe një qetësi që njerëzit ndryshën nga ditët e tjera nuk e kanë. Ne jena të urdhëruar gjithmonë me i bë veprat e mira. Por Ramazani vetëm atmosferën e tij, fakti që është një muaj i cili ka këto begati dhe ka është muaji i agjerimit dhe agjerimi është vetë ai adhurimi i cili të thret në vetë përmbajtjen në të aspektet, qofton tan besimtarë të cilët e përcjell një atmosferë qetësie shpirtërore, psikologjike dhe sociale gjithashtu. Shumicën e brengave dhe shumicën e shqetësimeve që kena është për shkak të largimit tonë nga rruga e Zotit. Është për shkak të gjinoheve që ne bëjmë ditë a ditë. Brenga dhe shqetësimet të cilët i bjen me cytit e shejtanit, me vezveset e shejtanit. A shërben kjo natë për me largu këto shqetësime, këto brenga, këto ankthe? Patjetër që po.
Allahu xhalesha thot në Kur'anin e mëndshëm, "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me të vërtetë, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Besimtari në Ramazan është pothuajse gjithë ditën në përmendjen e Allahut. Fati edhe sikur mos me lexu Kur'an, sikur edhe mos pa u fal namazi, ai është në agjërim. Ai e ka filluar ditën me përmendjen e Allahut. Ai ka filluar ditën me përkushtimin e tij ndaj Allahut, duke ndalu dhe duke vetë përmajt nga çdo gjë e cila e cënon afrimin e tij me Zotin. Prandaj, absolutisht që po Ramazani dhe kjo natë e bekuar, nata e Kadit, shërbejnë që besimtarët të largohen nga brengat, nga shqetësimet, nga ankthet, të cilat vijnë për shkak të gjinave tona. Allah na bëf për atyre që din me e vlerësu dhe me e kalu me dua, me lutje, me këto këshilla që pejgamberi alayhis salam na ka dhënë në lidhje me këtë natë të begatë. E në përfundim, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bëjë për atyre që angazhohen me adhurim në këtë natë, i kushtojnë kujdes namazeve në kohën e tyre, i kushtojnë kujdes namazit të taravive, e japin zakatin, japin lëmosh sadaka në këtë natë, e lexojnë Kur'anin, kujdesen me leximin e Kur'anit dhe po ashtu në adhurimet e tjera të cilat e kënaqin Allahun.